Ndërsa neve do të lexuam këtë tekst, do të marrim pikërisht tek dy vargjet e para të kapitullit 10, Nadabi dhe Abiu, bijtë e Aronit, morën secilën temjanicën e tyre dhe çfarë ata bën gabimi ishte që ata vuan zjarr. Ndërsa neve lexuam te kapitulli 9, vargu 22 dhe 23, ne pam që zjarri nga Perëndia erdhi dhe e përpiu atë sakrificën e Doxhit. Ndërkohë që këta e ofruan, po e ofruan me zjarr ndezur. Edhe kjo që ishte plotësisht gabim nga urdhërimet e Perëndisë. Sa e rëndësishme është për ne sot që të ndjekim udhëzimet që vijnë nga Perëndia, udhëzimet për të dëgjuar fjalën e Zotit, udhëzimet për t'ju bindur fjalës së Zotit, për të bërë pikërisht ato çfarë ne duhet të bëjmë. Edhe sipas mënyrës së Tij. Nuk e di, juve në jetën tuaj të përditshme, a mërziteni kur nuk bëhen gjërat pikërisht ashtu siç e doni ju, ose nuk vendosen gjërat në vendin tuaj, në vendin që ju e keni caktuar që të jetë. Pra, kur kemi neve pikërisht këto gjëra që nuk i gjejmë në vendin ton, në vendin e duhur ne mërzitemi. Zakonisht burrat me gratë zihen shpesh për këtë gjë. Grindën shumë. Po pse nuk i çon të korsi? Po pse e le këtu? Po pse ti e di ku e ka vendin? Pse nuk e çove atje? E kështu me radhë. E shembull nga më të ndryshëm. A keni vënë re gjithashtu që në momentin që neve marrim një recetë nga mjeku, kam mjekime ose ilaçe që duhen thirr me orar të caktuar, pikë për pikë. Për shembull, çdo dëmëtor ose çdo tetor, po duhet ndjekësh një kronologji. Duhet i bindesh atij orë. Edhe ne kur jemi të shqetësuar edhe jemi të friksuar, vini re se ne ndjekim atë me përpikmëri. Por në momentin që kalon çik, qetësohesh, bëhesh çik më mirë, atëherë fillon edhe shet pak mend. Se nuk është ndonjë problem i madh nëse ndryshon pak orarin, nëse bën një çik më vonë, ja ne kur nisim gjithmonë me që t'i japim ne vitaminë fëmijëve, e nisim fillim javën e parë, e nisim me orar fiks. Pastaj dhe e shtym deri në darkët vonë, pastaj themi sot harrova lere se nuk gjen ndonjë gjë e madhe, nuk ndodh ndonjë gjë e madhe, po nuk i dha. Perëndia na thret ne pikërisht në këtë lloj udhëtimi të jetës, le të themi, duke na kërkuar që ne t'i bindemi fjalës, duke bindur fjalës së Tij me një lloj përpikmërie, edhe është e frikshme. Unë mendoj ndonjëherë thosha, e kam menduar seriozisht këtë gjë, që në qoftë se do të kishim këtë lloj manifestimi të Perëndisë tek në jetën tonë të përditshme, për shembull në rastin këtu që neve lexuam te Levitiku 9, vargu, më lejoni edhe një herë, është vargu 23, që pjesa e fundit e vargu 23 na thot, atëherë lavdia e Zotit ju shfaq tër popull. Lavdia e Perëndisë. Nuk e di po paktën nga përshkrimet e tjera biblike, vargje të tjera, është një lloj drite, shkëlqimi, bardhësie që të verbon. Pastaj një zjarr doli nga prania e Zotit dhe konsumoi mbi altarin e holokaustit. Tër populli e pa të gjithë këtë lloj, le të themi këtë lloj skene. Lavdinë e Zotit dhe zjarrin që konsumoi holokaustin. Shpërtheu në brit magazimi dhe u përul me fytyrë për tokë. Tani, duke parë këtë lloj skene, ndonjëherë mendoj kur has në vështirësi për që njerëzit të besojnë fjalën e Zotit, them që nëse do kishte këtë lloj manifestimi, a do të besonin njerëzit? Në një moment më përpara tek Eksodi, Mojsiu
e thirri Perëndia në mal dhe kur shkoi në mal, fytyra ati u mbus me një lloj shkëlqimi të bardhë që ishte shumë verbues, edhe zgjati për 40 ditë. Edhe njerëzit kur e shikonin u friksuan dhe i thanë kjo është e tepërt për ne. Të lutem vendos dhe ai vendosi një tip veli, një tip perdeje në fytyrën e tij që të mbulonte fytyrën që mos të ndalonte shkëlqimin. A do të ishim ne më të friksuar? A do bëheshim ne më të vëdishëm? Jo domosdoshmërisht. Do thoni ju pse? Sepse e njëjta gjë ndodhi dhe në këtë kohë. Pikërisht në kohën e Mojsiut, edhe njerëzit e panë lavdinë e Zotit, edhe pikërisht kur e panë, çfarë bën? Bën gabime. Ndoqën instiktin atyre njerëzor ose le të themi dëshirat e tyre njerëzore për të bërë çfarë atyre u pëlqente të bënë. Edhe kur erdhi puna, pikërisht për këtë gjë, ishin 2 bijtë e Aronit, 2 djemtë e Aronit që ishin trajnuar për të bërë pikërisht çfarë Zoti i kishte thënë atyre të bënë. Madje ai rituali, ajo kohë që ishte, ajo bëhesh një herë në vit dhe normalisht ata i kishin jo vetëm këta e kishin mësuar, domethënë hapat se çfarë duhet të bëni, jo vetëm këta që ishin në krye të kësaj lloj shërbese, le të themi, por edhe njerëzit e thjeshtë. Edhe pikërisht këta të dy e bën këtë lloj gabim. Nuk e di e bën nga pakujdesia, nuk e di e bën nga krenaria, se pikërisht i puna e asaj recetës që neve ose udhëzuesi që doktori na jep neve që të ndjekim, pas një farë kohe ne nuk e ndjekim siç duhet. Sepse ndihemi rahat, ndihemi konfident edhe mendojmë që e kemi çdo gjë e kemi në kontroll. Pikërisht në këto momente zemërimi i Zotit u shfaq, edhe me këtë Zoti tregon që e kishte seriozisht, nuk po tallej kur tha ndiq me përpikmëri. Edhe unë do të thoja pikërisht që të bënim këtë krahasimin me atë sot, edhe ne pikërisht pra që të bëjmë këtë krahasimin me sot, unë besoj edhe është me të vërtet për të falendëruar Zoti, sepse kur ne bëjmë të tilla gabime ose kur ne tregojmë një mos seriozitet nga ana jon për urdhërimet e Zotit, Zoti neve do na shkaktonte vdekje. E pikërisht në këto momente ndodhi ajo që do ndodhte. E Mojsiu i thot Aronit dhe i këshillon, mos e hiq velin nga kopa, sepse ishin duke vazhduar me shërbesën. Mos u tërhiq mbrapa, sepse edhe me siguri që edhe ti do të vdesësh, edhe Aroni e dinte shumë mirë se çfarë do të ndodhte. Nëse Aroni do bënte pikërisht atë duke u larguar. Vargu 6. Mos e zbuloni kokën tuaj, sepse do të ndodhi me siguri ju do të vdisni. Edhe e gjithë shërbesa, e gjithë kjo nisëm do të bjerin mbi gjithë njerëzit. Ishte një lloj përgjegjësi shumë e madhe. Jo vetëm për veten e tyre që ata kishin, por edhe për njerëzit që po ofronin ofertat e tyre, sakrificat e tyre përpara Zotit. Kurse ne sot, sakrifica jone vetme është Jezusi. Edhe për Jezusin nuk ka nevojë më priftërin nga mbrapa dhe të shkojnë dhe të ofrojnë atë në altarin e Zotit. Po Jezusi, kjo është ajo bukuria dhe mrekullia që besoj që do ta kuptojmë tot 100%, po kur t'jemi me Perëndin. Jezusi edhe sakrifica, por dhe kryeprifti. Hebrejnit kështu e përshkruajnë. Edhe kryeprifti që shkon dhe ofron sakrificën
përpara Perëndisë në mënyrë që njerëzit mos bëjnë të tilla gabime edhe të vdesin. Edhe ne marrim këtë lloj të thuash falje ose mëshire, hir nga Perëndia, sepse sakrifica është bërë ashtu siç duhet, ashtu siç Perëndia e ka kërkuar për gjithë secilin prej nesh. Edhe pikërisht në këto momente është shumë e rëndësishme që të ndiqen hapa. Edhe shumë e rëndësishme edhe për ne. Në momentin që neve identifikojmë, në fakt është për të gjithë njerëzimin, por specifikisht për ata që e kanë ofruar, kanë pranuar që sakrifica e tyre është Jezusi nëpërmjet pagëzimit përpara Perëndisë, atëherë neve na lind një detyrë shumë e madhe, ose një përgjegjësi shumë e madhe, që ne duhet i kemi parasysh. Ja disa nga gjërat që neve mësojmë te kapitulli 10 që lexuam së bashku. Respekti dhe adhurimi për Zotin. Nadabi dhe Abihu dështuan në këtë aspekt, duke sjellë një ofertë që nuk ishte autorizuar nga Zoti. Edhe ne shpeshherë tentojmë që ta adhurojmë Perëndin sipas mënyrës tonë, duke thënë, kjo është e mirë, kjo nuk është problem. Nuk ishte autorizuar dhe duke mos ndjekur rregullat që ishin vendosur për kultin për shtëpinë, për shërbesën e tij. Kjo i kushtoi jetën aty. Për neve, mase ne nuk Zoti është i mëshirshëm me ne që mos të vdesim fizikisht për momentin, por jemi të destinuar nëse ne nuk e ndjekim Perëndin që të vdesim shpirtërisht. Kjo pra i kushtoi atyre jetën. Ky kapitull na mëson se është e rëndësishme që ta adhurojmë Zotin me respekt dhe duke ndjekur rregullat dhe udhëzimet që ai na ka dhënë. Është shumë e rëndësishme kjo. Në këtë ne duhet ta kuptojmë dhe të bëjmë një lloj paralelizmi ose një lloj krahasimi që të kuptojmë se sa të mëshiruar edhe se sa të bekuar neve jemi sot. Duke mos na u mundësuar ose duke u hequr sakrifica e të gjitha ato rregullat që na kërkohen sipas Testamentit Vjetër, por Jezusi pra, edhe një herë, edhe sakrifica, edhe kryeplik. Përgjegjësia atyre që shërbejnë në shtëpinë e Zotit. Përgjegjësia ime që shërbej dhe u ndaj juve nga fjala e Perëndisë, unë së pari kam për detyrë ta ndaj atë me përpikmëri. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që edhe nëse fjala e Perëndisë mund të thotë diçka që nuk është e kënaqshme në veshin tuaj. Kur Zoti ty të gjen gabim edhe unë nuk e them, çfarë do të thotë kjo për mua? Ose unë nuk ja sjell në vëmendjen tuaj, çfarë do të thotë? Do të thotë që unë e marr dënimin. Nadabi dhe Abihu ishin priftërinj ose udhëheqës të shërbesës së Zotit. Ata kishin një përgjegjësi të veçantë për të përmbushur detyrat e tyre në mënyrë të përsosur dhe për të përmbajtur rregullave dhe udhëzimeve të Zotit. Kjo na mëson se ata që shërbejnë në shtëpinë e Zotit si priftërinj ose udhëheqës në kish, duhet të jenë të përgjegjshëm dhe të përmbushin detyrat e tyre me përkushtim dhe respekt. Ndëshkim për shkeljen e rregullave të Zotit. Neve për shkak të hirit dhe mëshirës së Zotit nëpërmjet Krishtit neve kemi mundësinë e faljes. Nadab dhe Abihu u dogjën në zjarr për shkak të sjelljes së tyre të pahishme në shtëpinë e Zotit, në vende shumë të shenjtë. Ky ndëshkim tregon rëndësinë e përmbajtjes së rregullave dhe udhëzimeve të Zotit, si dhe pasojat që mund të ndodhin nëse ato shkelen. Përkushtim ndaj Zotit. Kapitulli 10 pra Levitiku na mëson se përkushtimi ndaj Zotit është një detyrë serioze dhe që kërkon respekt dhe ndjekje të rregullave dhe udhëzimeve të tij. Kjo na mëson se në marrëdhëniet tona me Zotin duhet të jemi të përkushtuar dhe të përmbahemi ndaj tij me respekt dhe dashuri.
Nuk e di, vetëm me kaq, sepse ka shumë gjëra që ne mësojmë te kjo, por duke parë këtë lloj le të themi krahasimi, paralelizmi ku njerëzit e mëparshëm ishin pa ardhur Jezusi, edhe ku jemi neve sot që erdhi Jezusi, ndryshimi është që gabimet kushtonin edhe jetën fizike. Ligji sot është më i rreth, sepse më përpara ti do kapeshe gabim vetëm në momentin që ti e kishe bërë vetë. Si për shembull, vrave, ti mund mendosh që do vras dikë, por nëse ti nuk e kryen, ligji nuk të kap. Tek Perëndia, nëse ti mendon me mendime të tilla, nëse ti nuk pendohesh, Zoti ty të konsideron vrasës. Ose për çdo lloj veprimi që ti mund të mendosh në mendjen. Nëse ti pra nuk pendohesh. Edhe por ajo çfarë është emër do të thosha bukuri dhe mrekulli për neve sot është fakti që Perëndia na ka dhënë mundësinë që të falemi nëpërmjet sakrificës që Jezusi bëri. Se edhe si e marrim këtë lloj faljes. Pra, tek Veprat e Apostujve, kapitulli 2, vargu 38 na mëson pikërisht këtë gjë. Që në momentin që ne vim dhe duam e kuptojmë rëndësinë e të qenit në marrëdhënie me Zotin edhe rëndësinë e shpëtimit, vargu 38 thotë: pendohuni dhe rrëfeni mëkatet tuaja. Jo njerëzve, por Zotit. Dhe pagzohuni në emër të Atit, të Birit dhe të Frymës së Shenjtë, në mënyrë që të merrni dhuratën e Frymës së Shenjtë, gjithashtu edhe do merrni dhe faljen e mëkateve. Por çfarë është akoma më mrekulli dhe më bekim është fakti që nëpërmjet gjakut e Jezusit ai vazhdon të na pastrojë ne në vazhdimsi sa kohë jemi gjallë. Tek letra e Gjonit na thot Perëndia është i mëshirshëm për të gjithë ata që rrëfejnë mëkatet e tyre, për të gjithë ata që kërkojnë falje Zotit, duke rrëfyer mëkatet edhe duke kërkuar që Perëndia t'i falë. Kapitulli 5 tek e para e Gjonit, vargjet 1 deri në 5, është faqja 260, po unë po e lexoj. Nëse e hapim që kthej nga mbrapa. Kushdo që beson se Jezusi është Krishti, ka lindur prej Perëndisë, dhe kushdo që do atë që e ka ngjizur, do dhe atë që e ka ngjizur prej tij. Ne në këtë njohim që i duam bijtë e Perëndisë kur duam Perëndin dhe mbajmë urdhërimet e tij. Sa e rëndësishme është kjo, kur duam Perëndin dhe mbajmë urdhërimet e tij. Sepse kjo është dashuria e Perëndisë, që ne të mbajmë urdhërimet e tij, dhe urdhërimet e tij nuk janë të rënda. Sepse gjithçka që ka lindur prej Perëndisë e mund botën. Dhe kjo është fitoreja që mundi botën, besimi ynë. Cili është ai që e mundi botën, veçse ai që beson se Jezusi është biri i Perëndisë. Neve, nëse neve dëgjojmë këtë lloj shprehje, mundi botën, neve mendojmë që do të marrim gjylat, topat, çfarë po bën ajo lufta në Ukrainë, Rusi me Ukrainën. Dhe duke bërë kështu gjërash, neve po sulmojmë, po sfarosim, edhe po do të arrijmë në fitore. Por Perëndia na flet për një fitore tjetër që është fitoria shpirtërore. Duke patur besimin tonë dhe duke vendosur tek Jezusi, ne e kemi mundur botën. Si e kemi mundur botën? Duke mos e lejuar që rregullat e botës të jenë në jetën tonë dhe ne të ndjekim parimet e botës. Ju e dini shumë mirë se çfarë do të thotë kjo, parimet e botës. Pra të fitosh, të mbash, të sulmosh, të marrësh ç'a të marrësh, të arrish ç'a të arrish,
pa patur mundësi, pa patur respekt ose pa patur mëshirë se kush lëndohet e se kush rëndohet, por mjafton që ti të xhvasësh. Po nuk e bëre me drejtsinë e Zotit, atëherë ti ke humbur, edhe bota ty të ka mundur. Në këtë lloj kuptimi e thot edhe Perëndia, pra. Në qoftë se neve duam që të kemi bekimin e Zotit, edhe të jemi në rregull me Zotin, ne duhet të ndjekim pikërisht këto gjë. Vëllezër motra, është shumë e rëndësishme kjo për neve sot. Ne mbase neve shpeshherë themi do bëj sa të mundem, sikur të mundem e kështu gjërash me radhë. Marrëdhënia e gjithë secilit prej nesh me Zotin është ti dhe Perëndia. Unë dhe Perëndia. Edhe nesër kur të vim ose në momenti që do të vim përpara prezencës së Zotit, Zoti nuk do thot hajde Klodi që këtu. Pse se çove Altinin ti që të bante këtë gjë? Po do thot Altin, pse nuk i bëre pikërisht të gjitha këto urdhërimet që unë të thash? Sepse unë të kam dhënë çdo mundësi të mundshme dhe çdo burim të mundshëm që ti të kesh mundësi ti bësh këtë gjë. Edhe e njëjta gjë do të jetë me gjithë secilin prej jush. Sepse për shkak të sakrificës që Jezusi bëri, neve kemi mundësinë për aq kohë sa jemi gjallë, edhe biblikisht kështu thuhet, ne kemi mundësi që të pendohemi e t'i kërkojmë falje Zotit për gabimet që bëjmë, edhe në mënyrë të tillë që gjaku i Krishtit vazhdoi të na pastrojë. Për aq kohë sa jemi. Tani është momenti, tani është koha se çfarë vendosim ne të bëjmë pikërisht me këtë gjë është në dorën tonë.